Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit të Monitor TV. Ja ku jemi sërish së bashku për të sjellë pranë jush një diskutim që po ndodhen, në fakt ka ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brotherit natën e mbrëmshme, mes Eglit edhe mes Gjestit, duke sjellur në rikujtim të kaluarën e tyre. Një bisedë mes Eglit Tako dhe Gjestit në oborin e Big Brother VIP Albania 4 ka sjellë në vëmendje marrëdhënien e tyre të dikurshme dhe pritshmëritë e publikut lidhur me raportin e dyshes. Gjatë bisedës Egli ka thënë Gjestit se ai ka llogari për të dhënë për njerëzit jashtë shtëpisë, duke lënë të nënkuptohet se audienca kishte pritur që lidhja e tyre të vazhdonte deri në fund të këtij spektakli. Gjesti nga ana tjetër theksoi se nuk ishte i sigurt për atë që po thoshte, ndërsa Egli e sqaroi se po fliste për ata shikues që kishin besuar se ata do të qëndronin bashkë deri në fund të lojës. Në fillim të Big Brother VIP Albania 4, Egli dhe Gjesti krijuan një lidhje romantike, por kjo e fundit u ndërprer pas eliminimit të Eglit nga shtëpia. Pas rikthimit të saj, ajo u përball me disa deklarata të Gjestit lidhur me të cilat duket se nuk kanë ndikuar në vendimin e saj për të mos e vazhduar këtë lidhje. Siç duket, Egli po përdorën pak informacione nga jashtë për t'i dhënë Gjestit në këtë raport të lojës. Tani gjërat me zor nuk bëhen. Unë nuk besoj se Gjesti ka për t'i dhënë material dikujt, ose ka për t'i kërkuar falje dikujt, ose duhet të kërkoj mëshirë drejt dikujt. Gjesti ka bërë gjën më të mirë, Gjesti ka bërë gjën më të bukur, Gjesti ka vepruar në formën më të mirë sepse ka dëgjuar zemrën e tij dhe ka vepruar në mënyrën se si do vepronte çdo njeri. Por siç duket, mënyra se si Egli shikon gjërat, ndoshta me ignorancë, ndoshta me urrejtje dhe do me patjetër që ta ketë Gjesti në krah të saj, dhe do me patjetër që të shikon në sytë e Gjestit dashurinë ndaj Eglit, Gjesti nuk e bën këtë gjë dhe kjo gjë po e bën Eglin që të jetë më e fokusuar dhe më e lënduar në fakt në këtë raport. Dua të marr mendimin tuaj nga kjo situatë ndërtuar.